Keni lëkurë të yndyrshme, kjo maskë me mjalë do ju lërë pa fjalë. Maska e fytyrës me mjalë dhe të verdhë vezë është mjaft dobiprurse për rigjenerimin e lëkurës dhe vitalizimin e saj, veçanërisht kundër pllasaritjeve të lëkurës dhe përheqjen e luspave. Mjalti është një nga përbërësit kryesor në industrinë e kozmetikës. Ai zbut lëkurën e lehtëson atë nga plasaritjet kryesisht në duar dhe në fytyrë. Gjithashtu mjalti furnizon lëkurën me vitamina dhe minerale si vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina B5, vitamina C, niacin hekur, fosfor, kalium, bakër e të tjera. Po kështu vlerat e mira terapeutike ka edhe veza. E verdha e vezës është e pasur me vitamina si vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, D, niacin, kalium, bakër, hekur, fosfor, gjithashtu kalium, squfër e të tjera, që e bën atë një maskë ideale duke kombinuar në një filxhan 3 lugë mjalt dhe një të verdhë veze, e trazoni, e hapni në të gjithë lëkurën tuaj, e mbani për 20 minuta dhe më pas e lani me ujë të ngrohtë dhe të bollshëm.